natyra, zotat, qielli, dielli, hëna, toka, gjithësia, akdheu, vendlindja, fëmijëria janë vetëm disa nga kultet e tyre. Rilindësit tanë kishin mbi të gjitha kultin e Shqipërisë, kultin e gjuhës shqipe. Kurse poeti Ndoxhjetja sot ka një zot që i falet, njeriun, dhe vetëm një tempull, dashurinë. Kur në çdo varg të hedhur në letër ka ditur t'i bjerë bukur tastirës së humanizmit. Edhe një portret tjetër që në fillim na u shfaq ndryshe Noci, por të qenë ndryshë gjerë në fund. Në atë këngët e asaj poeme të madhe humaniste që shkruajti, poezia e tij ishte dashuria e munguar, ndoshta është vetëm verbi im ky, por ndoshta për gjithë poetët dashuria e munguar është muz. Kështu e konceptoj unë, ndoshta këtu ka filologe, poet shumë të shquar, njëkohësisht miq të Ndoxhjetës. Unë shpeshherë kur kemi shumë vite që kemi ardhur këtu dhe Lexha bëri emrin e vet me një plejad poetësh ku shënoheshin. Atëherë kur unë banoja atje ishin 4, ishin një Rodolf Marku, ishte Princ Zhoga, ishte Ndoxhjetja, ishte edhe Agim Isaku. Po unë kam pa lexuar për shembull dhe Shpresa Kapisyze, unë kam lexuar dhe Silvana Gjebren, unë kam lexuar dhe poezi nga Pjetër Jaku, unë kam lexuar nga Marash Miashi, kam lexuar dhe poezi nga Alban Bala, Alfons Ishi, Ara, poetësh. Detet. Shtëpia ime ka një komshi të përhershëm. Të pirin e detit, drinin. Sa herë me merë malli për të atin, i që të fala me të birin. Rjedha ati për ti të gjotë në kujtesën time, si e trokitura e një postiri shpirtnir që vjen nga larg dhe thot: a kendo një vjersh për detin? Ose të paktën ndonjë varg? Në sytë e tu një lot i bukur, ndriqoj sy ju e shkau nga darë. Në përfaqen e paputhur, deri tek gjokë si ju t'i barë. Nuk e di se ç'fola me përçarke, në atë shpërthim të bejt trenor. Se fliste loja e duarve, krave, më shumë se 1000 fjalor. Që palla jote më përbiu, më mbështolli krejt me afsh. E rash mbi ty, si që bie shiu. Na vrisni në qaste kur qeshni. Të gjitha jeni troje, që do vini një ditë, të vetë sulmuara nga mosha, apo pusqeshje në sytë. Kalan tuaja gjendët do ta marrin nga brenda. Pushtimi do të bëhet me legjione ëndrash. Buzët do thonë sa fjalë për të cilat në botë të ronin vetëm ujqit të tigrat. Një dëmshuri e thellë dhe një malli i heqtur në ëndrat e mëlira në pelërinjve të mia. Më shtyn sonte të ndesit 4 qërinj të vegjël përpara altarit të zemrës time. Të parin e ndeza për dashurinë tonë parë, të dytin e ndeza për të gjitha furtet, të tretin e ndeza për qastin e prirjes në parajsën tënde të gjirit dhe supeve, të katërtin e ndeza gabimisht të dashur. Ndoxhjetës. Dhe më herët kemi disa dedikime, kemi disa shkrime për poetin e shuar. Unë këtu kam disa emra që është kujtim dashje, që ka shkruar një monografi shumë të bukur, por sot poezi ka shkruar dhe Prençi, poezi ka shkruar dhe poetët këtu në Lezhë, por sot kemi një libër, Ulla Fillekate e vetmitarit, që na sjell Mark Simoni, gjithashtu një autor dhe krijues i njohur nga Leza, tani është botues dhe publicist në Tiranë. Do të komunikojsh të votim të ri. Fillekate e vetmitarit është një libër që nuk ka atë lloj marzhi që kishte libri Kujtim dashit, që merret me jetën dhe veprimtarinë e Nocit, po këtu janë të përmbledhura disa nga shkrimet, intervista që kanë bërë Nocit për gazetën Koha Jon, intervistën e Dritor Agolli që përmend Nocit, kur janë takuar në plazh për herë të parë dhe ja njoh me poezitë e Nocit,
e gjërat të tjera. Pra është një përmbledhje e materialeve. Kishe dhe njerëzit e tij të afërt, kishe dhe familjen e tij. Por sot të pranishëm kemi vetëm një vajzë tezje të ndotësjetjes, ajo është mësuese lehtësie, është Lena Ndresa, unë ftoj për një dy fjalë. Mes gjithëve të pranishme, sot në këtë ditëlindje, në këtë 80 vjetor të Ndocit, do të falenderoja nga zemra gjithë të pranishmit, miqt dhe shokët dhe organizatore që organizuar këtë event që na la shumë bresa dhe shumë emocione. Dhe jam e bindur që për Ndocin do të ketë vetëm ditëlindje. Ju falenderit të gjithëve, nga zemra, në emër të familjes. Një kënaqësi dhe çast që gjithëmi, gjithë miq, shok, dashamirës të ndotëzjetjes në këtë takim. Dhe unë e konsideroj veten me fat që kam njohur Ndocin dhe kemi qenë aq të afërt në fushën e letërsisë. Që kam mësuar aq tepër prej tij dhe kam pas një nga redaktorët e librit tim. Emocioni i madh për kujtimi i 80 vjetorit të lindjes së poetit Ndotëgjetja dhe çdo event tjetër që ka lidhje me emrin dhe veprën dhe figurën e Ndocit. Ndoci për gjithë ne, besoj, edhe për mua, është një kujtim shumë i bukur. Është pjesë e saj trashëgimisë që ruajmë kujtesë. Është trashëgimia e luksoze që ruan çdo kush kujtesën e vet nga jeta që ka bërë, dhe Ndoci është një portret, një figurë, një emër, një vepër që del gjithmonë vetëm atë këndin e gjërave shumë të çmuara. Idejnë për sofrën e parë poezisë shqipe, pavarësisht se modestia e tij franceskane, pastaj e kam pas një mik, pastaj e kam pas edhe një njeri të shtëpisë, sepse kemi jetu unë njeriu i shtëpisë tij, por edhe ai njeriu i shtëpisë time kemi jetuar së bashku. Dhe gjithnjë mendojmë një lloj borxhi për Ndocin. Gjithnjë kthehemi tek një njëjti refleksion që jeta nuk na jep kohë me u ndalë. Ndoci ka nevojë që me u ndalë tek ai. Personaliteti i tij, figura e tij ka nevojë për më shumë vëmendje për ta kuptuar. Ndoci është një enigmë. E them me bindje këtë gjë. Nuk isha ndërmend me thënë vetën se e janë shkruar në çdo përvjetor kemi folur vazhdimisht dhe do flasim vazhdimisht për Ndotëgjetjen. Edhe ne mos jemi ne, do flas vepra e tij, e cila siç e përmendën edhe praktik ka një tharm universal që nuk e damtongova, nuk e zbekova. Unë kam pas fatin, si dhe tjerë, të kisha një misi edhe për para, por veçanërisht në tranzicion, kur Ndoci erdhi këtu dhe shumë gjëra janë thënë në 2 librat, në monografinë e parë në Gjallin, edhe në monografinë e dytë postmortem. Jam shumë i ngarkuar edhe me emocione, edhe me kujtime, por të edhe nuk di ka kaq formulë, nuk di si çfarë të them më parë. Por duhet përmend edhe një fakt që për cilën ka shkruar dhe Pashluka te koha jonë pra disa kohësh, përveç tjerave që u thanë për poezinë e tij, unë nuk kam njohur njëri me integritet moral se sa Ndotëgjetja. Në kohën e mesdhekut të prehistorisë, ku njeriu nuk dinte ta kthente në mençurinë e pak dhe shkroj, fisi i mbrillet e pas gjurëve të baktisë që kërkon të barë të njohë. I etur të currili në qumshit të bardhë, që jetës i këndonte himnin e shëndetit, a erdhi të këto fusha mbuluar me barë, të këto malet të vrejtur apo zdet. Atëherë,
fushat e virgjera, e malet e virgjera, pushtuar në të mere pritmat e bishave gravitqare, ndihen pa pritmas zëra gazmor fëmijësh të mitur, nina nana, të qeshura, puthje, vaje, pastaj se qeve një kohë të mërshme. Se lindi prona që krijoi mbretëri mbretër dhe kurore bëri dikush qeleshën e krabën e bariu, dikush e bëri skeptër. Prona polli shtetin, shteti polli shpatën e shpata polli luftën, e gjaku nroi ullë, filloi të rrill nga dejët në tokë e nga zemra në burë. Por fisim bekimin kur sua fali bivet vetë për të pushtuar tokat e dhënët e botës. E për këtë fletë këqio që derdhi shqyqeta e plumba, më shumë se sa shif do bore e breshe. Për 100 troja fletë shamizeza nana i kuna, për 100 epose fletë lahuta ndërshekuj, për 100 iliada flasim këto valle, kjo kamu maja krau, me një nëndorë në zemre tjetërën të gveshi. Flasim këto kështila fjallësh abetare, që si zhduku do të as heshta, as shpata, as hejt. Si rrallë herë marguzimin me dalë me folën për njerëzit ose për një takim politika shkrim kudo, kudo qoftë. Po, sot jam i ngacmuar të flas për Locin. Ka shumë për të folë për Locin si poet, si kulturolog, po si njeri. E si njeri, më ka taku më nej shumë të. Më nej në kohë shumë e vështira tjetës Locit. Në lejsh, Locit janë dasht shumë misë e rrethit mush njërzorë.